Gjesti dhe Iglitako vazhdojnë të lënë pezull marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, duke krijuar konfuzion jo vetëm mes tyre, por edhe tek publiku dhe fancat. Këngëtari një moment i shprehoi Iglit se kishte ndjenja për të dhe se e konsideronte si të dashur, por vetëm një ditë më vonë qëndrimi i tij ndryshoi rrënjësisht. Ti e meriton lumturinë e botës, e di se do të gjesh diku tjetër, u shpreh ai duke lënë të kuptohet një tërheqje nga afrimiteti i mëparshëm. Reagimi i Iglit nuk vënoi. Si është e mundur që një natë më parë më thua se jam e dashura jote dhe të nesërmen më thua se do ta gjej lumturinë tjetër kund? Gjesti u përpoq ta sqaroj duke i thënë: "Ti e meriton një më të mirë se unë, e meriton me qenë e lumtur, besoj se do ta gjesh, shumë gjëra të mira do të ndodhin." Ky ndryshim i papritur në komunikim ka sjellë shumë pikë pyetje mbi marrëdhënien e tyre dhe ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, duke cilësuar ndjenjat e Gjestit si lojë, por edhe anasjetas. Se çfarë do të ndodhë mes tyre na mbetet të presim.